Unë kam një pyetje specifike, e cila lidhet me një projekt specifik në një bashki të cilën unë e përfaqësoj, e cila është Bashkia Gramsh. Rasti ka të bëjë me një rrugë që është rruga Gramsh-Skënderbegas. Për këtë rrugë janë iniciuar projekte, është realizuar loti 1 dhe loti 2. Loti 2 përkatësisht ka mbaruar në vitin 2022. Ndërkohë ka një kërkesë që të përfundohet totalisht rruga dhe për lotin 3. Theksoj këtu që njësia administrative ka 2500 banor dhe shumë e rëndësishme që psoj dëmet konsiderueshme nga zjarret e muajit gusht. Kështu që dua ta nënvizoj që rikonstruksioni bën të mundur edhe lehtësimin e këtyre dëmeve për atë pjesë të popullatës, por edhe të ndihmoj zhvillimin ekonomik, pasi aty ka një potencial për sa i përket agroturizmit dhe turizmit, dhe patjetër rrit dhe aksesin në shërbimet sociale. Pra rruga është Gramsh-Skënderbegas dhe duhet thjesht përfundohet loti 3. Faleminderit.